mos harro se kemi dhe Jemenin, ku Irani është shumë i fortë. Mo aty. Tani, në gjithë të panoramë, unë mendoj që është e pamundur që SBA të vendosë, pa u konsultuar me gjithë aleatët e vetë edhe me Izraelin. Pse? Sepse mbijetesa e Izraelit në fat gjatë lidhet në raport me marrëdhëniet që Izraeli do të ketë me aleatët e vetë këtu në botën sunite. Se nëse bëhet bashkë bota sunite dhe bota shiite kundër Izraelit, Izraeli rrezikon zhdukje nga harta. Ndaj është shumë e rëndësishme projekti që ka presidenti Trump në raport me rripin e Gazës. Por çfarë po tregon presidenti Trump në raport me rripin e Gazës? Një, do të bëjë një format të ri të qeverisjes ndërkombëtare që s'ka ekzistuar më përpara, dhe dy, e do të tryezën sa më të gjerë në mënyrë që të mos ketë kundërshti brenda llojit. Dhe në anën tjetër, interesi strategjik amerikan Mehmet Kalisi. Po. Është që Irani të mos ndërtojë dot gazsjellës dhe naftsjellës që kalon nga Afganistani për shkuar në Kinë. Ky është interesi strategjik. Dhe kushton shumë më pak që të bëjë një marrëveshje me presidentin e Iranit ose me ushtrinë e Iranit për të ndryshuar regjimin, sesa të bëjë një luftë drejt për drejt ku do të përfshihen gjithë dhe do të rrezikonim edhe një luftë botërore. Kulla, i përmende pak demonstratat dhe rolin e Rusisë, por edhe të Kinës në dhënien ndihmë Iranit. Ishte reale apo sikur se herën e kaluar kur u sulmua Irani mbeti në ato vetëm verbal. Jo, herën e kaluar ata ndihmuan, sidomos rusët nga deti Kaspik. Kishte frustrim brenda Iranit. Po sigurisht që kishte frustrim sepse u shkoi dhe në masën e ndihmës çka ata morën. Po. Por ka të herë u thua që ju bllokua edhe Starlink, u bllokua në Iran brenda Iran. Po ka një problem, Mehmet. Po. Në fat gjatë, rusët e shohin me xhelozi lidhjen e Iranit me Kinën. Dhe kjo gjë nuk do të ndodhte kurrë sikur perëndimorët NATO amerikanët të mos ishin tërhequr nga Afganistani. Tërheqja nga Afganistani e perëndimit në 2020 hapi rrugët që të ndërtohet një gazsjellës drejt për drejt mes Iranit edhe Kinës. Një naftsjellës mes Iranit edhe Kinës. Apo edhe një naftsjellës ose gazsjellës që vjen nga Rusia dhe shkon drejt Indis, apo nga Irani drejt Indis. Pra nëse ne e shohim logjikën, përputhet dhe përshtatet me atë çfarë amerikanët kanë shkruar ku në dokumentin e ri të sigurisë ndërkombëtare. Prioriteti numër 1 kontinenti amerikan dhe prioriteti numër 2 Azia dhe paqësori. Dhe Irani, duam ne, është si zemra e Azisë. Shifre si është edhe nga pikpamja. Ku u fol për Starlink, që ka mundësi të bllokohet Starlink? Nëse duan amerikanët të bllokojnë. Jo, kinezët dhe rusët mund ta bllokojnë. Po edhe ata mund ta bllokojnë. Edhe ata mund ta bllokojnë. Sigurisht. Jo se ishte si përfitin e të kaluar, sa është një teknologji aq e avancuar sa që nuk mund të